Epilepsia është një çrregullim neurologjik që manifestohet me kriza të përsëritura. Mjeku neurolog Leni Halili na shpjegon se si shfaqet kjo sëmundje dhe shkaktarët e saj. Epilepsia është një çrregullim i trurit që karakterizohet nga një predispozitë për të gjeneruar konvulsione. Konvulsionet janë shenja dhe simptomat që pacienti përjeton kur kemi shkarkesa elektrike të shtuara, sinkrone dhe të çrregullta të aktivitetit elektrik të trurit. Mosha më të shpeshta që diagnostikohet epilepsia në fakt është mosha e fëmijërisë së hershme dhe një nga shkaqet më të shpeshta janë shkaqe gjenetike. Shkaqet e tjera të cilat lidhen ka të bëjnë me traumat e kokës, ka të bëjnë me ishemitë dhe hemoragjitë e trunit. Encefaliti, meningiti, janë infeksione të cilat prekin edhe trurin, janë shkaqe imune, ka sëmundje autoimune të cilat prekin trurin. Si diagnostikohet epilepsia? Diagnostikohet në varësi të shenjave të pacientit. Dy ekzaminimet bazë të cilat shërbejnë për të vendosur diagnozën është elektroencefalograma ose EGEA, siç njihet në gjuhën e popullit, e cila studion aktivitetin elektrik të trurit, dhe rezonanca e kokës, e cila shef trurin nga ana strukturore për të parë nëse ka dëmtime në zonat të cilat mund të prodhojnë këto shkarkesa elektrike të shtuara. Si trajtohet kjo sëmundje? Menaxhohet kryesisht me anë të medikamenteve. Medikamentet që përdoren kundër atakeve epileptike janë medikamente të shumta dhe në varësi të profilit të pacientit, moshës, sëmundjeve shoqëruese që ka, bëhet zgjedhja e përshtatshme e medikamentit kundër epilepsisë. Një pacient që vuan nga epilepsia quhet i shëruar nëse ka 10 vite pa bërë kriza dhe nëse ka 5 vite pa përdorur medikamente kundër epilepsisë. Me kujdesin e duhur, epilepsia menaxhohet, mjafton diagnoza e saktë, trajtimi i vazhdueshëm dhe mbështetja e duhur.